mesazhe. Këta kanë provu me i thonë popullit Kosovës që gasi Amerikan është interes Amerikan, që nuk është interes i Kosovës. E qytetarëve të Kosovës po du mi ju tregu diçka është matematike thjesht. Për një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për një kapacitet gjenerus të gazit që e ka shteti më i madh në botë, sa shpenzon Kosova gas është baras me një qytet me 250.000 banor në Evropë. Qaq. Nuk lun rol për me ndru shifrat globale të tregtisë së gazit Kosova. A jemi na naiva çka jemi? Oferta amerikane për gaz ka qenë për ne, jo se Amerika ka jetike që na me e ble gazin Amerikan, se është treg shumë i vogël për me ndru shifrat globale. Amerika, sikur që e thot sot eksplicit edhe fatkeqësisht, e bim na punën si Kosovë, me na i thonë gjona troq, e kur thuhem troq e kanë një kosto, për kondo që i thot, ka kosto, duhet me na thonë, po doj me ju pavarësu prej kthetrave të Rusisë. Duhet me na thonë, edhe prap dalin edhe sot eksponent të pushtetit, edhe provojnë me lajthit qytetarin i cili e pagun çmimin e energjisë pa krahasueshëm ma shtrejt se kush do tjetër nëse e krahasoni me të ardhurat për kokë banorit Kosovës. Se prap na thojnë neve është ma lirë se diku çmimi i energjisë në Kosovë. Nuk matet ashtu kur gjo. Matet në krahasim me të ardhurat. Nëse një familje mesatare në Kosovë duhet me e shpenzu gjysmen e buxhetit mujor për me unëze dimnit, për me unëze bre, e këta thojnë është lirë, o popull qohin komo se nuk o normal kjo situatë.